Përshëndetje të dashur ndjekës dhe mirë se vini në podcastin e radhës Rishtazi. Siç e dini tashmë mund të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, gjithashtu edhe në rrjetet tona sociale të gazetës Koha si dhe në koha.mk. Pa diskutim që zhvillimet politike janë të rëndësishme, por ndonjëherë duket që zgjedhjet lokale nuk krijojnë efekt dramatik ose efekt në politikën nacionale, por zgjedhjet e fundit pa diskutim krijuan një situatë ku tashmë ndodhi edhe ajo që për shumë ndoshta ishte habi që të ketë një çarje tek Aleanca Kombëtare për Integrim. Arsyeja është sepse Aleanca Shqiptare në fakt bëri publike se nuk do të jetë pjesë e kësaj aleance më. Por për të diskutuar më shumë për këtë çështje, këtu kemi në studio deputeten Ilire Dauti si dhe sekretare e përgjithshme e Aleancës për Shqiptarët. Faleminderit që je pjesë e këtij podcasti. Faleminderit për ftesën. Uroj që bashkëbiseda jonë të ju shërbejë qytetarëve për t'u informuar drejt rreth zhvillimeve politike në vend. Ka një interes të jashtëzakonshëm se çfarë ndodhi, sepse siç thash edhe pak më përpara në çelje, jo shumë ditë më përpara, Aleanca Kombëtare për Integrim ishte bashk, kandidatët ishin bashk, kishte një fushat që pak e tej kalonte tonin e zgjedhjeve lokale, pretendoi që bëj fjalë për një referendum, për atë se çfarë temash duhet të dominojnë ose dominojnë në jetën politike, dhe tani befas tek Aleanca për Shqiptarët ndodhin disa momente që tërhoqen, ja do ta them kështu, që tërhoqen vëmendjen të opinionit. E para ishte largimi i krenar-llogës dhe pas tij ndodhi njoftimi që Aleanca për Shqiptarët nuk është pjesë e AKI-s. Do ta fillojmë me këtë, zonja Ilire. Pse vendimi për t'u shkëputur nga Aleanca Kombëtare për Integrim? Kështu, faleminderit për pyetjen, sigurisht është pyetje që duhet sqarohet mirë, prandaj edhe do mundom të bëj edhe një kronologji të asaj se si erdhi një herë që Aleanca për Shqiptarët, sepse edhe atëherë u prit si befasi të bërit pjesë e Frontit Evropian në atë kohë, prandaj do më duhet që në kronologji ta sqaroj situatën. Në fakt dua ta nis me atë që koalicionet nuk janë qëllime në vetvete, por janë instrumente për të realizuar qëllimin. Nëse këtë e kemi parasysh dhe analizojmë mirë, atëherë është shumë e qartë dhe është e pritshme që do të ndodhte kjo në këtë moment. Sikurse kur ne u bëm pjesë e Frontit Evropian para zgjedhjeve parlamentare, edhe pse u kritikuam edhe u than shumë gjëra, realisht koalicionet kur ndërtohen, kur formohen, kihet parasysh që janë disa arsye sepse bëhen koalicionet. Në situatën kur ne nuk kishim as edhe vula pas largimit ikjes së kryetarit të partisë në atë kohë, dhe kur nuk mundeshim ta realizojmë të dalim vetë në zgjedhje ashtu siç e kishim marrë vendimin në kryesinë e partisë, ne do duhej të analizonim mirë arsyet dhe situatën politike për të vendosur se çfarë do bënim ne si Aleancë për Shqiptarët e Zjadin Seles, ashtu siç u quajt prej atëherë e këndej. Realisht arsyet janë të ndryshme pse bëhet një koalicion, duke filluar për shembull nga maksimalizimi i mbështetjes që kërkojsh tek votuesit për të arritur deri tek fitoria që Fronti Evropian edhe e realizoi. Është një bashkim i programeve dhe edhe kjo mund të jetë arsye sepse bëhen koalicionet, por ka edhe një arsye që është shumë e rëndësishme dhe ajo ka të bëjë me faktin se situata politike në atë kohë kërkonte një bashkim forcash për ta penguar kundërshtarin politik. Dhe në politik kjo është arsyeja më e shpeshtë edhe pse bëhen koalicione, sidomos në shtet ku kemi një pozicionim të tillë të vazhdueshëm në mes bllokut maqedon dhe bllokut shqiptar. Po mirë, ja më falni që ju ndërpres këtu. Kur thoni për ta penguar kundërshtarin politik, a nuk ka nevojë të pengohet ende kundërshtari politik? Deri aty dua të dal. Padyshim që kundërshtari politik ishte VMRO-ja, e cila në bazë të informacioneve porritej shumë shpejt dhe do duhej të krijohej mekanizëm për të penguar atë kundërshtar. Mirpo, këto arsye ose kjo arsye që bën që të krijohet një koalicion, pasi formohet koalicioni, kjo është e qëllim.
Dhe gjatë gjithë kohës, koalicioni duhet jetë në shërbim të realizimit të atij qëllimi ashtu siç e fillova si mekanizëm që është për të realizuar këtë qëllim. Mendoj që në kuadër të frontit evropian edhe ja kemi dalur, kemi arritur në momente të caktuara duke filluar që nga ajo që ne ishim fitues të zgjedhjeve parlamentare me mbi 30.000 vota në atë kohë. Megjithatë, gjatë rrugtimit këndej ka pasur edhe plasaritje, sepse unë frontin evropian personalisht e kam parë si një dikë që u ndërtua për t'i bërë ballë atij vërshimi që priteshte të ndodhë. Megjithatë, pas fitimit të zgjedhjeve dhe pas asaj që Mickovski ashtu siç sipas meje konkuroi me 2 lista në zgjedhjet parlamentare, atë të VMRO-s dhe të Vlenit, sepse ishte një krijesë e tij realisht, ndodhi që u shkel legitimiteti i shqiptarëve, koalicioni i Fronti Evropian edhe pse i fitoi zgjedhjet mbeti në opozit dhe deri këtu jemi në rregull në arsyetimin e qëllimit dhe në bërjen ballë të këtij kundërshtari për çfarë u formua fronti. Pati edhe momente tjera që me të vërtet ka qenë në krye të detyrës Fronti Evropian, sidomos do të theksoja momentin e ngritjes së tendave përballë gjykatës kushtetuese, ku jam shumë e bindur që zbrapsja e gjykatës kushtetuese për të mos abroguar për momentin, sepse ende është në nënkërcënim ligji për përdorimin e gjuhëve, megjithatë ishte pikërisht Fronti Evropian që arriti që ta zbraps një vendim të tillë. Megjithatë, ajo shpuarja e parë e frontit, sipas meje, ka ndodhur në momentin që fronti nuk i doli zot sa duhet legitimitetit që qytetarët ja dhanë. Dhe vota në parlament për ligjin për rikonstruimin e qeverisë ishte thyrja apo çarja e parë e kësaj dige që njihet si Front Evropian. Për hir të vërtetës, Alanca për Shqiptarët ka pasur edhe atëherë në 4 deputetët e saj kemi pasur mendim ndryshe, prandaj edhe vota jon prej atëherë ka qenë ndryshe dhe nuk e kemi votuar ligjin për rikonstruimin e qeverisë, sepse një kryeministri, një mandatari i cili të shkel legitimitetin e popullit tënd, ti padyshim që nuk duhet t'i shërbesh dhe t'i japish votën për rikonstruimin e qeverisë. Ka pasur propozim nga ana jona atë rast konkretisht, në qoftë se do duhet ishte e njëjtë vota e frontit, atëherë kjo do duhet ishte me kusht për mandatarin, që në qoftë se atij duhen 2/3 e votave për të kaluar ligjin për rikonstruimin e qeverisë, kjo duhet të vlente pra 81 vota për çdo gjë, edhe për ndryshimet kushtetuese si kusht, edhe për gjykatën, për badenterin në gjykatën kushtetuese, sepse e shohim se është tashmë një problem i madh. Çdo ligj të cilin e sjellim me badenter, gjykata kushtetuese pa një pa dy mundet ta abrogojë, prandaj kjo çështje ka nevojë dhe për shumë çështje të tjera të cilat duhen 81 vota apo 2/3 për të kaluar në kuvend. Nuk patëm një pajtueshmëri, ne vendosëm që mos votojmë as pak, ndërkaq pati deputet të frontit të cilët e bën atë 81-shin, që unë mendoj se është momenti kur filloi të zbehet qëllimi i ekzistimit të frontit. Megjithatë, e plotësova pak më herët, duke thënë se pati momente tjera më vonë që përsëri fronti e mbante primatin, i shërbente qëllimit për çfarë edhe ishte formuar, duke patur parasysh faktin që edhe në parlament kemi bërë shumë betejë të përbashkëta atje, ka pasur shumë tendencë për kalim të ligjeve në një formë të kontrabandimit, shpesh herë edhe fshehurazi duke mos lënë që hapësirë dhe të kuptohet se çfarë ndodh realisht. Kemi qenë syçel, jemi shumë krenar për këtë pjesë që e kemi bërë bashkë dhe arritëm deri në momentin sigurisht të zgjedhjeve lokale tani që u riemërtua me një emër tjetër, u bë Aleancë Kombëtare për Integrim dhe mendoj që ky është momenti tjetër i shpuarjes së frontit. Tashmë që se kishte emrin edhe front dhe sidomos do kisha thënë që leximi i rezultateve ne mundemi ta bëjmë kush si duam, megjithatë ka dy mënyra ose dy mesazhe shumë të fuqishme që qytetarët i kanë dhënë përmes votës në zgjedhjet e fundit lokale, sepse do ta fillojmë pak pikërisht me zgjedhjet, sigurisht edhe ju doni ta sqaroni. Vetëm nëse ka mundësi të më lejosh që ta përmbylli, sepse më pyete se pse tashmë nuk është pikërisht këtu me këtë rezultat. Sepse për mua dhe për njerëzit të cilët lexojnë politikën dhe mesazhin e qytetarëve, koalicioni i AKI-s dhe Fronti Evropian ka përfunduar në momentin që nuk i shërben më qëllimit. Ti mund të mundohesh vetëm në mënyrë artificiale të mbash diçka gjallë, mirë po kjo gjë më nuk i shërben qëllimit. E ne si politikan duhet jemi të ndërgjegjshëm, të përgjegjshëm. Dhe sa herë që ai qëllim që thashat pengesën
që duhet përsërit jemi pengesë më tutje, sepse nuk ka ndryshuar, endem pyetet në fillim a ka ndryshuar, jo nuk ka ndryshuar, përkundrazi është fuqizuar edhe më shumë. Prandaj me të njëjtën strategji, me të njëjtën qasje, kur më ai koalicion nuk e jep rezultatin sa duhet dhe nuk i shërben qëllimit, tani më nuk e justifikon edhe vetë ekzistimi si të tillë, prandaj Aleanca për Shqiptarët si pjesë shumë e ndërgjegjshme e politikbërjes këtu në Maqedoninë e Veriut, mendoj se i takon që të merr një vendim të tillë duke marrë masat tjera të nevojshme në vazhdim për të krijuar pengesa të tjera për këtë kundërshtar që vazhdon të mbetet edhe më tej. Unë dua të them vetëm një gjë, ky popull, këta shqiptarë që jetojmë këtu, nuk kemi nevojë për njerëz të cilëve do ju tregojmë dhe do ju thuam se si duhet dhe kur duhet kombi, por ata duhet ta kenë vetë dhe thjesht e tëra shkon me zemër dhe me dëshirë për ta bërë. Unë besoj që brenda nesh është ajo dëshira, është ajo zemra për ta ecur procesin më tutje, padyshim duke mos i parë si kundërshtar, por duke i parë si bashkëpunëtor, pjesëtarët e tjerë të politikës shqiptare këtu në Maqedoninë e Veriut, për sa kohë që në momente të caktuara përsëri në pika të cilat janë të rëndësishme për mbrojtjen e qytetarëve në përgjithësi, po sidomos atyre shqiptarë, sepse ata duken që janë më tepër të nëpërkëmbur, atëherë besoj që nuk ka asnjë problem për të pasur përsëri kohezione të caktuara të cilat do bënin të mundur këtë që them, mbrojtjen e qytetarit. Pra është obligim kjo që ndodh tani e ndjejmë si obligim të veprimit politik, ne nuk mund të bëhemi spektator të asaj që zhvillohet, po thjesht duhet lexojmë mesazhet drejt. E nëse keni nevojë t'ju them cilët ishin mesazhet që u dhan përmes zgjedhjeve, ja do ta fillojmë me këtë shpjegim që bëni, do ta fillojmë fillimisht me këtë fjalën që thatë, nuk i shërben te Aleanca Kombëtare për Integrim më qëllimi. Cili ishte qëllimi? Unë e thash në fillim që ishte të pengoj kundërshtarin politik, që të gjitha dhënat flishin dhe tashmë është e vërtetuar që VMRO-ja po rritej. Unë e përmenda si fillim kur ne u futëm në frontin evropian, kjo është arsyeja, sepse u futëm, sepse unë them që arsyeja pasi më ti je pjesë e një koalicioni duhet të shndrohet në qëllim dhe ne e patëm qëllim. Deri në momentin që filloi ky qëllim të mos mund të realizohet më, sepse qytetarët dhanë dy mesazhe përmes votës në zgjedhjet e fundit lokale. Cili ishte mesazhi i parë? Ata i treguan vlenit që nuk janë të kënaqur as pak me politikën poshtruese ndaj qytetarëve shqiptar, edhe pse i shfrytzuan të gjitha mekanizmat e pushtetit, ata përsëri 23.000 vota ishin pas koalicionit të AKI-s në listën për këshilltare, kam fjalën, dhe kjo është shuplaka që ja dhan me të vërtet partive shqiptare të cilat u thiqen nga kryeministri Mickovski. Unë i shoh të futur në ombrellën e tyre gjatë gjithë kohës, por shihet kjo edhe në përparaqitjet publike që kanë, edhe në çdo gjë tjetër që ata nuk kanë autonominë e veprimit, dhe për mua politika nuk ka kuptim në kohën që ti nuk mundesh të dalësh zot asaj për cilën je zotuar para qytetarëve. Dhe e dyta, lutem, mesazhi i dytë që duhet lexohet sakt është që është edhe arsyeja që them se qëllimit nuk i shërbente më ky lloj koalicioni, është që numri i madh i komunave të fituara nga pushteti, nga ky kundërshtari që ne kemi menduar se duhet frenuar apo duhet penguar, që nuk u arrit të ndodh, madje momenti më kulminant është humbja e Kërçovës dhe mosarritja e kthimit të Brvenicës. Po ashtu humbjan e Strugës e shoh po ashtu si një betejë të pushtetit ndaj gjithë ajo makineri që u vu në funksion, dhe jo vetëm atje u vu edhe në Kërçovë, dhe krejt kjo që më bind mua që në këtë formë siç jemi të grupuar nuk arrim më të shërbejmë qëllimit që kërkon që të ripozicionohemi dhe të kërkojmë mundësi tjera, të drejtohemi, të kthehemi tek identiteti jon politik ne si Aleancë për Shqiptarët, tek baza, tek ata vajza dhe djemë të ri që them, të cilët do të besoj do të japin shpirt këtij procesi për ta vazhduar më të Po ja këtu, në qoftë se qëllimi ka qenë frenimi i VMRO-DPMNE-s, më vete Aleanca për Shqiptarët mund ta arrijë këtë qëllim tani, duke mos qenë pjesë e një koalicioni më të gjerë? Shifni, diçka që është e vërtetuar deri tani ishte kjo që argumentova gjë në këtë moment, sepse
nuk i shërben më qëllimit që për ne është shumë i rëndësishëm E qartë, qëllimi. po tani duke qenë më pak, duke qenë më i vogël në këtë qëllimin tuaj, a mendoni që do të arrini këtë qëllim? Ne në kuvend jemi parti opozitare, ashtu. Edhe në të kaluarën gjithmonë jemi të njohur për opozitarizëm, por jemi të njohur edhe për arritje konkrete. Jemi subjekti politik, jemi njerëzit të cilët kemi mbajtur drejtimin e shtetit në momente të caktuara dhe të vështira. Unë mendoj që Alianca për Shqiptarët mban vullën edhe dhe arsyeën e integrimit të vendit në NATO, të bërjes së krye parlamentarit të parë për herë të parë shqiptar, të kryeministrit për herë të parë shqiptar, të gjitha këto janë bërë me atë maturin politike dhe kujdesin që ka treguar Alianca për Shqiptarët. Nga ana tjetër edhe propozimi francez, nëse ju kujtohet, Alianca për Shqiptarët ishte vendimtare jo vetëm në dhënien e votave, por edhe në bërjen e kvorumit, sepse edhe sot e kësaj dite nuk do kish kaluar propozimi francez. Alianca për Shqiptarët edhe si opozit ka ditur që të realizoje punë konkrete. Do ta kisha përmendur këtu ligjin për shtetësi, ju e dini mirë, qytetar fal asaj konzistence tonës në atë kohë arritën që të marrin shtetësi, ndërkaq sot informacionet flasin për fat të keq që ato procedura përsëri janë të ndërprera. Prandaj Alianca për Shqiptarët nuk mund të qëndroj e strukur dhe vetëm duke vëzhguar proceset, por duhet të jetë edhe më tepër aktive, të marrë në dorë ato punë të cilat din më së miri t'i bëj edhe si opozit, dhe nga ana tjetër duke mos penguar askënd tjetër që ta kryej detyrën dhe rolin e vet në kuptimin e asaj që that a do dobësohet, a do mund t'i bëhet vet balle kështu me radhë, sepse askush nuk thot që të tjerët do duhet të jenë indiferent, sepse nëse ky ishte qëllimi i përbashkët kur e ndërtuan frontin evropian, pra të frenohet dhe të pengohet, të bëhet ballë këtij kundërshtari politik, unë besoj që të gjitha atë përsëri do e kemi qëllimin e njëjtë, vetëm se në mënyrën tonë, secili në mënyrën e vet, më origjinale, besoj do kemi më shumë rezultate. Sado që ju argumentoni, dhe sigurisht historia është ajo që e thoni, nuk ka diskutim, përsëri për shumë njerëz, sidomos për mbështetësit tuaj, jo thjesht vetëm si aleancë, por edhe për gjitha të publik që në një farë mënyre i kundërvihet VMRO-DPMNE-s, ndarja tani konsiderohet pak si një tradhti e këtij qëllimi. Pajtoheni me këtë konstatim? As pak, do e shihni shumë shpejt që gjitha ta mbështetet shumë shpejt. Do e kuptojnë, unë besoj veç edhe dinë dhe nuk kanë asnjë dilemë në konzistencën dhe vazhdimin e rrugës tonë, dhe të atyre pikave të cilat janë shumë të rëndësishme për ne, dhe që të kush tjetër që i ka po aq të rëndësishme sa ne, unë besoj se puna do na nxjerr në pikën e përbashkët, dhe të gjitha ata do kuptojnë se kjo është vetëm një ripozicionim për të forcuar atë idenë tonë që them për të penguar kundërshtarin politik, dhe nga ana tjetër e dini si është, edhe skena politike në Maqedoninë e Veriut, kështu siç është, duhet jemi të realt. Ka një opozit e cila 2 vjet, flas për partinë me cilën ne ishim në bashkëpunim, është vetëm 2 vite në opozit dhe 22 vite në pushtet. Dhe sado që të mundohesh të bësh opozitarizmin, ende të shohin njerëzit si ish pushteti. Prandaj edhe nga ana tjetër kush është në pushtet? Janë ish pushteti, pjesa tjetër e BDI-s dhe disa njerëz të tjerë të mbledhur rreth tyre. Pra ne kemi në skenën politike një situatë që në të dyja anët, në njërin anë kemi ish pushtet dhe në tjetrën kemi po ashtu pushtet dhe ish pushtet. Kështu që unë mendoj që qytetarët shqiptar dhe këta të cilët ju i përmendni shumë shpejt do e kuptojnë se atyre më shumti qytetarëve ju duhet një opsion, një mundësi, ashtu siç ka qenë gjithmonë Alianca për Shqiptarët, për ta thënë pastër dhe hapur, për ta kundërshtuar gjithë këtë që ndodh brenda kampusit të partive politike shqiptare që funksionojnë nën urdhrat e kryeministrit, sepse ka ndodhur shumë gjëra në ndërkohë, mbase edhe kanë kaluar në heshtje, ndërkaq pasojat edhe do t'ju duken në të ardhmen. Ne nuk duhet harrojmë që ata shumë thjesht arsjetojnë çdo gjë, madje edhe atë që e përmenda për gjykatën kushtetuese për ligjin për përdorimin e gjuhëve, ata e kaluan edhe në tallje ata të tendave, na quanin në atë kohë. Ata kanë ditur që të bëjnë lloj-lloj lëshimesh, duke filluar që nga momenti i formimit të qeverisë, kur në programin e qeverisë Makedonia po Fturnofoja nuk kanë futur asnjë presje në programin e vet. Dakor.
largimin e balancuesit, vetëm sa ta sqaroj këtë pjesë, largimin e balancuesit e ke në programin e qeverisë, nuk është befasi që do të ndodhte. Në fillim kur është formuar qeveria, ju kemi thënë shifnja, lexonja, sepse aty përdoret fjala në bazë të meritokracisë dhe do largohet balancuesi. U largu balancuesi dhe jo vetëm balancuesi, por edhe drejta e shprehjes së përkatësisë etnike, që në fakt është një dëm edhe më i madh, duke bërë në këtë formë që shqiptarët gjithnjë më tepër të ndihen të pafuqishëm, të nënvlerësuar, të përjashtuar, dhe sot e kësaj dite nuk e kemi ligjin për përdorimin, në fakt ligjin për përfaqësim të drejtave adekuate. Kur i numëroni këto gjëra, nuk mund e mos ta përsëris pyetjen që nuk mund t'i bëhet ballë vetë kësaj lloj qasjeje që e jep momentalisht politika në Maqedoni. Unë po ju pyes konkretisht, çka do më bëj mua më ndryshe si deputete në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, tani që do jem në kuadër vetëm të grupit ton, ashtu si që kam bërë në të kaluarën, zbashku me kolegët e mi edhe shumë betejë të tjera. Ju e dini në këtë mandat, rastin e ligjit për Branitella, kur gjithë qeveria futi në... Ka një arsye, do me thënë, zgjedhjet lokale ende s'kan mbaruar, apo do kemi një proces të rizgjedhor dhe ende pa mbaruar në këto komunat ku njëra për të cilave dhe është edhe Gostivari, nuk kishte census, duket sikur para kohë ndodhi kjo ndarja, ja ta them unë, në qoftë se mund ta them në atë lloj mënyre, sepse disi ende procesi s'ka mbaruar, ende ajo që ju thoni së bashku vetëm para disa ditësh, si më the, nuk ka përfunduar. Falni, me mjetet, me gjën e njëjtë, a mund të arrish rezultat ndryshe? Mesazhi i qytetarëve është dhënë, kush don ta lexojë e lexon, kush nuk don ta lexojë mund të presë sa të doje, po unë mendoj se shqiptarët nuk kanë kohë për të humbur. Aq shumë zhvillime që fillova t'i them ka ndodhur. Ne po largohemi për çdo ditë nga Bashkimi Evropian. Ju e shihni edhe vetë, nuk është as temë, sot nuk diskutohet. Dhe këta zotërit të cilët i kemi pjesë të qeverisë andej, këta kanë shkelur edhe mbi nënshkrimin e vet që kanë venduar se nuk do formohet qeveri e re pa ndryshimet kushtetuese. Dhe ja ku u bën aty 2 vite dhe ata as pak s'ju bëhet vonë për këtë pjesë. Hajde ta sqarojmë kështu. Tani do veproni më vete, kjo është e qartë, i jepni argumentet pse. Por dilema e madhe është dhe thuaj që në fakt kjo çarje që ndodhi në AKI po ndodh sepse Aleanca për Shqiptarët do bëhet pjesë e qeverisë. Sa të vërteta ka në këto konstatime? Tani unë kur them arsyet dhe kur argumentoj, unë them mbi atë se si ne e shohim procesin dhe çfarë është duke ndodhur dhe duke u zhvilluar në ndërkohë. Dhe jo çfarë dikush tjetër don ta interpretoj dhe don të duket e tillë sepse i konvenon ose sido që të jetë. Unë them që shqiptarët kanë nevojë për opsionin politik që do të mbrojë interesat e veta, pa pasur barën e gabimeve të tjerëve në të kaluarën, sepse duam ose s'duam, e sqarova pak më përpara, ky është realiteti i pozicionimit politik të shqiptarëve në Maqedoni. Kështu që Aleanca për Shqiptarët patjetër duhet të jep mundësinë qytetarit për të vazhduar, për të besuar se me të vërtet ai do mundet që gjithnjë më tepër të mundet të shpresojë se do jetë i barabartë në këtë shtet. Shifeni çfarë ndodh gjithandej. Po brenda qeverisë do ta bëni këtë apo jashtë qeverisë? Ne mendojmë dhe pozicionimi jonë në mbledhjen e kryesisë qendrore ku në mënyrë unanime kemi marrë vendimin që të veprojmë si të pavarur, si grup parlamentar në parlament, është kjo, që ne do vazhdojmë të jemi opozit në kuadër të parlamentit, sepse mendojmë se duhet, ky është opsioni që ju duhet qytetarëve për momentin që jemi. Në vazhdim se si mund të krijohen rrethanat, po unë personalisht, po besoj edhe kolegët e mi, kështu si është i ndërtuar bloku qeveritar, nuk besoj se ka hapësirë për karaktere dhe njerëz të politikës siç jemi ne. Nuk e mbyll gojën ndonjëri nga ne, kolegët e mi, kur kryeministri të thotë hesht,
Nuk lejojmë që të na tregoje kush se si dhe sa, kur duhet kombi dhe kur duhet heshtish, kur duhet dalish në një tubim me flamur dhe kur pa të, kur duhet të flasish në gjuhë dhe kur jo. Ky kundërshtim institucional në përgjithësi që ju bëhet shqiptarëve, Alanca për shqiptarët, unë i njoh kolegët e mi me cilët ne bashkëpunojmë dhe sigurisht e njoh edhe vetveten, nuk e durojmë këtë. Kështu që do parakushtet të cilat i ka përmendur edhe vetë kryetari i Alancës për shqiptarët zotri Zjadin Sela në një intervistë para disa ditësh, të cilat mund t'i quajmë ndoshta si parakushte, por të cilat vetëm do të ndihmonin që tjetë më ndryshe krejt kjo zhvillohet, por që mua më duket e pamundur, do ishte çudi në qoftë se do të ndryshonte qasja e kryeministrit, ai nuk ndalon së përbuzuri qytetarët shqiptarë, sepse ai kur e përbuz kolegun e vet që e ka aty në preskonferencë, ai ka përbuzur gjithë shqiptarët. Kur të kategorisë parë llogariten qytetari maqedon dhe shqiptarët gjithmonë të kategorive tjera, dhe këtë s'ka nevojë të ta thot me fjalë, sepse lexon në buxhet. Ne në procedurë parlamentare në parlament kemi për momentin debatin rreth buxhetit. Dëgjova një deklaratë të kryeministrit, ai e përdori fjalën dushmani. Ai tha që qeveritë e kaluara e kanë futur në borxh shtetin, aq sa këtë vit do duhet 2 miliard euro të kthejmë, që është e vërtet, sepse si armiq kanë vepruar edhe ndaj nipave dhe mbesave dhe gjeneratave që do vinë. E din kryeministri dhe e din qytetarët maqedon, që besoj duhet ta din që ne si qytetarë shqiptar kur marrim dhe i lexojmë zërat buxhetore, lexojmë buxhetin, ndihemi sikur jemi të ata armiqët e këtij shteti, në fakt jemi njerëzit të cilët kontribojmë në mënyrë permanente me gjitha format sikurse edhe qytetarët maqedon, në fakt shteti na trajton si me qenë dushman ose armiq të tyre, dhe krejt kjo mendoj se kërkon klasë politike të cilët të qartë, hapur, pa frikë, sepse drejta është në anën tonë, do dim që t'ju bëjmë ballë këtyre proceseve. Prandaj s'ka asgjë për të shqetësuar. Dakord. Ne përsëri me gjithë të tjerët, subjekte politike, individ në skenën politike, kushdo që janë, që e kanë qëllimin, që e kemi të përbashkët neve, përsëri do të na takojë qëllimi. Tani se këtu është çështja. Po flisni me kritika ndaj qeverisjes, ndaj PMRO dhe PMN-s edhe ndaj Vlenit. Të njëjtën retorik e ka dhe BDI-a, apo dhe pjesë e Aleancës apo Aleanca Kombëtare për Integrim. Si do duket bashkëpunimi i ardhshëm? Domethënë ju po thoni që do rini opozit, kjo është e qartë, po si do duket bashkëpunimi i ardhshëm me BDI-n atëherë? Rregull, shifni, me partitë opozitare është shumë e natyrshme të ketë bashkëpunim edhe në qoftë se nuk thua se do bashkëpunojmë. Është i natyrshëm bashkëpunimi mes partive opozitare. Kështu që unë prapë po them, ajo që është e dëmshme për ne që ndodh në parlament ose çdo kund tjetër, që ne do ta kritikojmë dhe do t'i vërsulemi, se pengon asgjë tjetër BDI-n që po ashtu do jetë në opozit, që në të njëjtën mënyrë dhe formë t'i kundërvihet atij fenomeni, dhe ja ku qëllimin përsëri do e kemi të përbashkët. Vetëm se duke vepruar në këtë formë, unë besoj që qasja edhe kundërshtit tona në raport me pushtetin që e ka tepruar, me të vërtet me sjelljen që e bën, besoj se do jetë shumë më e fuqishme se sa kështu, siç ishim që ky koalicion më nuk e justifikonte funksionimin. Dakord. Por cilat janë dinamikat e brendshme tek Aleanca për shqiptarët? A kishte një qëndrim të unifikuar për këtë largim nga Aleanca Kombëtare për Integrim? Pak ditë më përpara dha dorëheqje krenar Lloga, dhe sigurisht për shumë veta ishte befasuese. A ka të bëj dorëheqja e tij me dinamikat e brendshme partijake? Shifni, në mbledhjen e kryesisë së Aleancës për shqiptarët që i kanë parapri 2 takime tjera të kryesisë së ngushtë, ku ka qenë prezente edhe vetë zotri Lloga, është biseduar për temat të cilat janë të aktualitetit politik, dhe pas zgjedhjeve janë normale dhe të bisedohen edhe këto gjëra. Në fakt, Aleanca për shqiptarët asnjëherë nuk e ka thënë dhe nuk ka premtuar që ne këtë koalicionim do e kemi pafund, dhe duket që antarësia dhe antarët e kryesisë kanë shumë të qartë, në mënyrë unanime është marrë vendimi para 2 ditësh që ne rrugtimin politik duhet ta vazhdojmë vetë,
sigurisht pa mos prishur raporte duke ndihmuar palët e tjera të cilat i shërbejnë të njëjtit qëllim në raport me problemet të cilat i përmendëm dhe jemi krejt në rregull. Tek çështja e zotri Llogës, meqense ai atë e ka argumentuar edhe vetë dhe personalisht, unë mendoj që ka një gjë në të cilën nuk duhet të ndërhyjnë të tjerët. Kur diçka është personale, është pikërisht ai vendim personal. Kur nuk ka të bëj, atë pjesën personale e kuptuam, nuk ka të bëj me qëndrimet e ndryshme brenda partisë apo jo. Unë nuk mundem të them për personalen e dikujt tjetër më shumë se sa ka fol vetë personi. Po për politike e personit tjetër, prandaj po e pyet sepse u interpretua, tash të jemi të sinqert, në fillim ishte një lloj befasie, sepse ndoshta edhe nuk pritej, sapo kishin mbaruar zgjedhjet, interpretimet për rezultatet janë të ndryshme, AKI-ja thoshte se ka fituar apo me numrin e votave e kështu me radhë, dhe hop ndodhi dorëheqja. Argumentimi ishte personal dhe pas dorëheqjes ndodhi dhe largimi juaj nga AKI-ja. Prandaj lind pyetja nëse brenda aleancës të gjithë janë me një zë. Unë sapo ta thash qëndrimin unanim të kryesisë së partisë, i cili ishte unanim dhe u them shumë sinqerisht, asnjë vot nuk pati kundër dhe as të përmbajtur në raport me vendimin të cilin ne e kemi marrur. Ndërkaq për çështjen e kësaj tjetrës që ju insistoni, unë kam një qëndrim, një sjellje të cilën e praktikoj gjithmonë. Mundesh të diskutosh dhe të debatosh për diçka deri në momentin që nuk është vendim. Në momentin që është vendim, çdo debat rreth asaj është vetëm cënimi i asaj çfarë është personale. Prandaj, në respekt për vendimet personale të njerëzve, besoj që nuk ka nevojë të për atë. Po, domethënë argumentimi ishte, megjithatë disa herë në politikë ne të gjithë e dimë që kur jepet një argumentim personal, prapa mund të qëndrojnë dhe arsye tjera. Ju jeni sekretare përgjithshme e partisë, prandaj dhe ju pyes nëse ka më shumë se kaq. Dua të lidhem pak me zgjedhjet lokale, zonja Ilire. Në çfarë aspekti? Si e konsideroni ju si aleancë për shqiptarët rezultatin e zgjedhjeve? Unë e elaborova në fillim, ju si aleanci e shihni, se në qoftë se e shohim rezultatin si AKI, ai është argumentuar. Shumë komuna nuk u morën, ju si aleancë gjithashtu apo nuk arritët të merrni ndoshta rezultatin që e prisnit, por përsëri tani nëse e ndajmë këtë rezultat, si e shikoni ju rezultatin, si e lexoni? Në përgjithësi, unë mendoj që nuk është mirë për rezultatet ti gjithmonë të drejtohesh tek tjetri, tek ai tjetri, sepse nuk jep rezultate kjo. Alanca për shqiptarët ka parë ka vetvetja, ka marrë veprimet e veta dhe mendon se do duhet t'i kthehet vetvetes të veproj në bazë me antar, me aktivist për të ringritur jo për vetveten, po për atë shpresën që dikur ishim për shqiptarët dhe që besoj se do duhet të kthehemi sërish. Mbi bazë të asaj analize edhe kanë ndodhur edhe zhvillimet e tjera, sepse unë e thash, i mund të bëhesh sikur nuk e lexon rezultatin dhe mesazhin e qytetarëve. Për Aleancën për shqiptarët nuk ka si të mos jetë i rëndësishëm mesazhi i qytetarëve. Dhe atë e thash, ata i dha një flakaresh vlenit për të gjitha të bëmet e mbrapshtat që i ka bërë nëpërmjet asaj që fitoi pikërisht koalicioni jon me numër të këshilltarëve dhe me vota për këshillat komunal, por nga ana tjetër na tregoi edhe neve, na dha mesazhin e qartë që ky lloj bashkëpunimi nuk e jep rezultatin që duhet, prandaj do duhet ripozicionim. Është e thjeshtë në qoftë se duhet të lexohet si duhet. Në nivel kombëtar ju thoni që do veproni si opozit, po në nivel lokal këshilltarët tuaj si do sillen tani? Pjesë e opozitës gjithashtu apo mund të shohim bashkëpunime në këshillat e komunave apo edhe koalicionime, të cilat nuk do reflektojnë atë që ju sapo e sqaruat në nivel kombëtar? Edhe kjo temë është diskutuar në kuadër të kryesisë së partisë dhe në kuadër të këshillave komunal, këshilltarët tonë mbeten në bashkëpunim me kolegët e vet nga AKI-ja.
sepse do duhet të ndiqet edhe atje se si do zhvillohet politika lokale. Këta kryetar komunësh të cilët janë të shumicës parlamentare dhe që janë goxha në numër, cilën do ta kenë qasjen? Do ta kenë qasjen përbuese, do t'i ndjekin politika të retorikën e asaj që zhvillohet në qendër, apo do të sillen më ndryshe? Për momentin, ne konsiderojmë se duhet bashkëpunojnë këshilltarët tanë me këshilltarët e tjerë të koalicionit me cilët dolëm në zgjedhjet e fundit, dhe kjo është ajo që edhe ndodh realisht në terren. Ka një interpretim tjetër, përsëri ndoshta do duket sikur e përsëris pyetjen, por megjithatë më duhet ta bëj, që Aleanca për Shqiptarët këtë shkëputje e bën për të krijuar lidhje ose koalicione në pushtet lokal, sidomos në komuna specifike ku zëri I këshilltarëve të Aleancës mund të ketë peshë. Njëra prej tyre është në Struk, ku ka një kandidat I cili është I pavarur, pavarësisht që u mbështet nga Vleni, por pa një këshill, ai kryetar nuk mund të drejtojë qytetin. A mund të shohim pra situata ku këshilltarët e Aleancës për Shqiptarët megjithatë të jenë pjesë e koalicioneve lokale? Shife, unë nuk mundem të përgjigjem në mënyrë hipotetike jashtë asaj të cilën e kemi vendim. Ne kemi vendim që këshilltarët e Aleancës për Shqiptarët të jenë pjesë e koalicionit dhe të jenë në bashkëveprim me këshilltarët e tjerë të AKI-s në këtë rast. Kështu që çdo përgjigje tjetër do të jetë pasaktë, pa vërtet dhe vetëm do aludonim në ndonjë situatë hipotetike, por s'do kishte asgjë të vërtet. Unë thirrem në këtë që është e momentit dhe them që duhet ndiqet situata, sepse e kemi shumë të rëndësishme për të parë edhe sjelljen e këtyre kryetarëve të komunës, sepse shpesh herë gabimet në dëm apo në kurisë të qytetarëve shqiptar kanë ditur të bëhen edhe nëpërmjet kryetarëve të komunave, pra pushtetit lokal, kështu që Aleanca për Shqiptarët edhe në atë nivel do jetë në shërbim të asaj gjës kryesore, të atij qëllimit kryesor, për të penguar të gjithë ata të cilët do provojnë të zhvatin qytetarët, të keq përdorin mjetet e buxhetit, të cilët realisht janë paratë e tyre, e kështu me radhë, me thënë varësisht nga zhvillimet që do ndodhin, gjithmonë do jetë mos keni asnjë dilemë. Qasja e këshilltarëve të Aleancës për Shqiptarët do të jetë në shërbim të qytetarëve të cilët I kanë zgjedhur dhe jo vetëm, sepse mendojmë se të jesh në skemë politike qoftë në nivel lokal, sepse pesha e këshilltarëve është shumë e madhe realisht, ata janë deputetët lokal, mbrojnë interesat e qytetarëve të atij lokacioni, kështu që është e rëndësishme për ne që ata nuk mund të kenë sjellje dhe qasje tjetër ndryshe nga ajo që në fakt përfaqëson Aleanca për Shqiptarët. Cili do të jetë qëndrimi juaj në zgjedhjet lokale për 4 komuna tani? Me që jeni shkëputur dhe nuk jeni pjesë e AKI-s, do të mbështesni kandidatët e AKI-s apo ndoshta do nxirrni kandidatët tuaj? Në situatën kështu siç jemi, ne do të vlerësojmë situatën, ne nuk e dim ende cilët do jenë kandidatët, si do zhvillohet situata e tëra, kështu që nuk mund të ngutemi të japim një konstatim në këtë moment. Çdo subjekt politik ka të drejtë të garojë gjithkund ku hapet mundësi për të garuar, kështu që të gjitha këto janë mundësi të cilat do të diskutohen në të ardhmen. Do ishte ngutshme të jap një përgjigje në kohën që ende nuk I dim se kush do jenë dhe si do ndërtohet atje gara sidomos në Gostivar dhe në Vrapçisht. Po, paka shumë është e qartë që Aleanca e Zotit Taravari do ta kandidojë të njëjtin kandidat, kjo është bërë e ditur, Zotin Valbon. Ju tani do të nxirrni një kandidat tjetër, e bëj këtë pyetje sepse kur përsëritet procesi, apo ligjërisht e kemi sqaruar edhe në kuadër të këtij podcasti, që çdo gjë fillon nga fillimi, pra regjistrimi I kandidatëve dhe çdo gjë është nga fillimi dhe praktikisht ekziston mundësia që edhe ju si parti tani të shpallni një kandidat tjetër. Prandaj ju pyes. Edhe atje pati një mesazh I tretë nga zgjedhjet që është edhe më I rëndë nga dy mesazhet e para. Ata në fakt treguan që aty duhet të ketë edhe kandidatë të tjerë. Mesazhi I qytetarëve ishte ky, nëse duam ta lexojmë drejt, sepse vetë kandidatura që ishin nuk ishin
arsye mjaftueshme për të dalë ata në zgjedhje dhe ndodhi kështu siç ndodhi. Kështu që unë po them përsëri që ne do duhet të presim, të shohim se si do zhvillohet, cilët do jenë kandidatët, ashtu që përsëri qytetarët kenë mundësinë të zgjedhin, sepse prandaj edhe janë zgjedhje lokale. Por ekziston mundësia, ja ta them kështu, ekziston mundësia që edhe ju të keni një kandidat tuaj. Nuk hidhet poshtë atëherë, ja ta them. Gjoni, do jetë absurde të themi që partitë politike nuk mund ta kenë mundësinë të kenë kandidat në zgjedhje lokale. Po kjo nuk do të thotë se unë e them që ne do kemi kandidatët, sepse është gjë e cila është në shqyrtim e sipër. E kuptoj, po nuk përjashtohet mundësia, ja, në këtë kontekst me mund ta them. vetë faktin që ka zgjedhje nuk përjashtohet mundësia e pjesëmarrjes në zgjedhje, më thënë është vetë flet situata. Zonja Ilire Dauti, si deputete, ju në këtë periudhën e një realiteti të ri politik jeni spikatur shumë me opozitarizmin tuaj, me mënyrën se si jeni përballë në një farë mënyre me atë që ju mendoni që bëhet padrejtësi, sidomos ndaj shqiptarëve. Dua pak t'ju pyes pikërisht për situatat e fundit politike. Si e shikoni të ardhmen e Maqedonisë së Veriut, kur kemi një moment që të gjithë e pranojnë se vendi është i bllokuar në rrugën e integrimeve. Çfarë mendoni që duhet të ndodhë përtej atij momentit të ndryshimit kushtetues që është shumë i rëndësishëm? Megjithatë, çfarë duhet të ndodhë që vendi të rikthej entuziazmin për integrimet? Vetëm duhet të kthjellohen politikanët e Maqedonisë së Veriut dhe të kuptojnë që ti nuk mund të jesh gjeografikisht në Evropë dhe të përjashtojsh veten nga dikund ku ke vite dhe edhe ke dhënë kontribut të caktuar për të bërë pjesë e saj. Pam Shqipëria që në shkruajti kapitullin e fundit ashtu, ndërsa ne kemi ngecur, munduan deri në një mas na mbajnë edhe ata me vete dhe ja që përpjekjet këtu nuk bëhen as pak, deklaratat e kryeministrit nuk janë se japin sinjale dhe shenja të mira se do të ndodhë një lloj zhbllokimi. Ne të gjithë në një farë forme kemi për obligim si aktor të skenës politike të bëjmë trysnin dhe presionin ton në mënyrën si dim dhe mundemi që edhe kryeministri ta kuptoj që rruga e vetme e Maqedonisë së Veriut është Bashkimi Evropian. Në të kundërtan do gjendemi në situata kur do duhet të huazojmë borxhe nga Hungaria, siç ishte rasti që pas 3 viteve do duhet të fillojë edhe kthimi i tyre me normë mbi 3% të kamatës. Kështu që të gjitha ato fondet të cilat shpeshherë me normë shumë të ulët edhe pa normë interesi as pak ju jepen shteteve të cilat aspirojnë për integrim në Bashkimin Evropian, Maqedonia e Veriut i humb të tillët për shkak të këtij largimi dhe pozicionimi që ka bërë. Kështu që kjo nuk duhet parë i pëlqen vetëm kryeministrit ose jo dhe të tjerëve, por duhet parë edhe qytetarët shqiptar të cilët janë qytetarë të këtij vendi, se ata nuk pajtohen asesi me largimin nga kjo rrugë që ja ka gati 2 vite që nuk po lëvizim as pak. A mendoni që zonja Ilire me rezultatin e fundit lokal që kryeministri po merr mbështetje popullore me politikat e tij? Ne duam ose nuk duam, rezultati tregoi që pavarësisht që bëhej fjalë për zgjedhje lokale, ku sigurisht ofertat ishin për të rregulluar qytetet, rrugët, e gjithë këto problematika të përditshmërisë, megjithatë kishte edhe një debat kombëtar, domethënë se ku do ishte e ardhmja e vendit. Dhe ky rezultat prodhoi një mbështetje për kryeministrin. A mendoni që po ndodh një përplasje madhe në Maqedoninë e Veriut sa i përket integrimeve, ose për ta bërë pyetje ndryshe që prap kryeministri po merr mbështetje pavarësisht që po largohet vendi nga integrimet? Ka pasur një periudhë që unë konsideroj që i është dhënë kryeministrit edhe nga faktori ndërkombëtar për të parë qasjen e tij, sjelljen e tij si duhet ketë, dhe unë besoj tashmë e kanë të qartë të gjithë sjelljen e partisë në pushtet, por ajo e cila do duhet të reflektoj para se të reflektoj kryeministri janë partitë shqiptare të cilat janë pjesë e qeverisë.
ata tashmë edhe në nivel lokal ja ushtrinë edhe në disa komuna dhe unë besoj që duhet të parët jenë të cilët do të reflektojnë, sepse Maqedonia e Veriut nuk mund të ketë qeveri vetëm me Maqedonët. Duhet patjetër të jenë edhe shqiptarët sepse janë pjesë e rëndësishme e këtij shteti dhe teket vetëm të dikujt nuk mund të jenë qasja e krejt e përbashkët e shtetit, sepse ne nuk kemi një territor tjetër, një shtet tjetër ku ta shtrim kërkesën tonë për integrim në Bashkimin Evropian, po do duhet jetë një diçka e përbashkët në mes dy etnive më të mëdha në shtet për ta bërë të mundur atë që është e ardhmja e vendit. Nuk është kjo çështje se kush do e shtyj inatin më shumë, po është çështje perspektivës së vendit. Prandaj kryeministri unë besoj në periudhën që vjen do ketë mundësi që të mendohet mirë rreth asaj se ka e drejton shtetin, sepse qytetarët fundja, prandaj janë politikanët, duhet edhe ti drejtojsh në momente të caktuara, edhe duhet të tregojsh se ka është rruga e vërtet dhe jo të japish nëpërmjet retorikës të tillë siç e bën ai, të japish edhe kahje dhe të nxitish orientimin e gabuar. Por megjithatë, nëse ai nuk e bën dhe vazhdon kështu, unë e pres që partitë politike të cilat janë pjesë e qeverisë në mënyrë shumë dashamirëse, fillimisht duke e njoftuar dhe më pas edhe duke marrë masa konkrete, ne të tjerët padyshim që jemi në atë drejtim që duhet të tregohet se edhe shqiptarët duhet të tregojnë se si duhet të ecë shteti dhe kjo nuk mund të jetë vetëm për dëshirën e njerëz parë. Tani, situata me Aleancën për shqiptarët është e tillë që disa përfaqësues të Aleancës janë pjesë e qeverisë. Ose si të doni ju llogaritni. Disa të tjerë me zotin Taravari janë në opozit. Pyetja ime është si e shikoni rolin ose a ka mundësi të krijohet një lloj bashkëpunimi me përfaqësuesit shqiptar në qeveri, duke marrë parasysh edhe historinë tuaj apo lidhshmëritë tuaja që keni pasur për të arritur ky synim. Një pjesë e madhe e qytetarëve, zonja Iliria, sheh një ndarje të madhe, të paktën shifte, një ndarje të madhe, një përplasje të madhe edhe ndër shqiptarë në këtë periudhë. Dhe kjo absolutisht nuk i bën mirë synimit për integrimet, sepse duket që ndarja apo nuk arrin dot të bëj presionin që të paktën të bëhen ndryshimet kushtetuese, që është një nga kushtet kryesore. Deklarativisht të gjithë subjektet shqiptare janë pro këtij momenti, apo prandaj po e bëj pyetjen, a ka mundësi të krijohen ura bashkëpunimi me Vlenin pavarësisht që jeni kritik ndaj tyre? Të jesh kritik ndaj gjës së mbrapsht është gjëja më normale, më e natyrshme që mund ta bësh. Po edhe të kesh gatishmërinë për të gjetur pikat e përbashkëta për tema të këtilla, siç është edhe tema e integrimeve, përsëri është aftësi dhe obligim politik që duhet ta bëjmë. Megjithatë, unë kam dilema shumë të mëdha, a i kemi qëllimet e përbashkëta. Thu është problemi kryesor, sepse ata zotërit që janë atje në qeveri që i citove si pjesë të dikushme të Aleancës për shqiptarët, ta shtrohet pyetja kur e kanë pasur me të vërtet mendimin, atëherë kur ishim bashk dhe kur njëjtë si ne sot jemi të bindur që rruga e vetme dhe duhet shmos të bëhet që vendi të mund të zhbllokohet për të ecur këtë rrugë, e kishin atëherë të sinqert mendimin, apo e kanë tani që nuk bëjnë asnjë përpjekje dhe qëndrojnë dhe shohin se si Maqedonia po largohet nga kjo rrugë. Kështu që gjëja në të cilën nuk ke mundësi të ndërhysh është qëllimi i politikanit tjetër. Mua më vjen keq për faktin që politika në të shumtën e rasteve tashmë është bërë si e zakonshme, është bërë si e përditshme që të shihet si diçka e lik, si diçka që ose njerëzit të cilët bëjnë manipulime, mallverzime, që gënjejnë, që janë të korruptuar të duken edhe të aftë. E dini që ky është momenti shumë i dhimbshëm kur mbrin një shoqëri dhe për fat të keq më duhet të them që ne duket që kemi mbritur. Dhe ky është momenti kur e keqja e madhe nuk duket më shumë e keqe, fillon të duket më si normale. Dhe në këtë moment unë mendoj që duhet të reflektojmë të gjithë si shoqëri, të reflektojmë edhe si qytetar, sepse edhe politikani para se të jetë politikan është qytetar. Dhe ata njerëz unë dua t'i thirr në këtë pjesën e ndërgjegjës së vet, ku e kanë dhe a ju vepron, a ju kujtohet
se nuk guxon të jetë kështu politika dhe nuk duhet asesi ti me qenien tënde politike ti kontribuosh diçka që është e dëmshme dhe që dëmton brezat që vinë. Prandaj në këtë moment reflektimi duhet të gjithë të kemi kujdes, në fakt duhet të reflektojmë për të bërë kujdes për gjërat të cilat zhvillohen në ndërkohë. E përmendet Aleancën për shqiptarët, unë me shumë krenari e kam përmendur gjithmonë këtë emër, sepse kam patur parasysh gjitha të veprimet e cilat i përmenda më herët që Aleanca për shqiptarët është vula e tyre. E dini që po turprohem nga shumë njerëz të cilët thirren në emër të Aleancës për shqiptarët dhe i bën gjitha veprimet dhe vazhdojnë t'i bëjnë të cilat janë e kundërta e asaj që ka vepruar dhe që vazhdon të veproj Aleanca për shqiptarët kështu siç jemi ne. Nga kush përprojeni nga Arben Fetaj? Aleancë për shqiptarët nuk dua të hyj në emra të përveçshëm. Nga Bashkim Bakiu, figurat që ishin pjesë e Aleancës? Të gjitha ata, pa përjashtim, të cilët e sollën Aleancën për shqiptarët në këtë gjendje dhe pamundsuan që qytetari shqiptar ta ketë vendin ku trokiste për çdo gjë që e kishte breng, ashtu siç trokisnin tek dera e Selis son dhe drejtoheshin sepse kishin probleme me shtetësinë. Ata e shifnin aty një vend ku mund të qanin hallin sepse dinin se dikush i dëgjon dhe problemin e tyre do ta shndroje në program politik. Të gjitha ata njerëz të cilët guxuan që këtë dëshirë kaq të madhe të aktivistëve dhe çdo kujt tjetër që kontriboi për Aleancën për shqiptarët ta bie në këtë gjendje, unë turprohem nga të tillët sepse dëmin e kanë bërë dhe vazhdojnë ta bëjnë shumë të madh. Dhe këtu po them për të krahët pa përjashtim, nuk po ndaj dikënd në mënyrë të posaçme. E din ata vetë. Pse i përmenda emrat, sepse e dini pse i përmenda emrat zonja Ilire, sepse në një anë kemi disa përfaqësues që janë pjesë e qeverisë, në anën tjetër ndarja ndodhi, është zoti Taravari, i cili duket që është në të njëjtën linjë me ju tani. Më thënë, ju në fillim të intervistës edhe disa herë përmendë që politika duhet të reflektojë, duhet ta shohë realitetin. Pyetja ime tani është, nëse këto politikanë reflektojnë, do t'i kishit pranuar pranë jush përsëri? Tash lejom këtu që t'jap disa sqarime, të cilat për fat keq janë të tilla që nuk është çështja unë a e pranoj. Çështja është çka t'ju bëjmë atyre gabimeve të cilat kanë ndodhur në kurrizë të qytetarëve shqiptar. Ju e dini që 75% të drejtorëve ekonomik ishin shqiptar. Ata sot më nuk i ke. Ju e dini që me një vendim të qeverisë në fund të vitit të kaluar u largua diaspora. Dhe me thonë 173.000 qytetarë shqiptar janë përjashtuar nga përllogaritja, edhe kur u bë shpërndarja e kreditit hungares, 8 milion euro më pak kanë marrë vendbanimet shqiptare. U zvoglua edhe numri i këshilltarëve për faqësimi politik, pra përmes numrit të këshilltarëve, për shkak të këtij vendimi që u mor në qeveri dhe asnjë aty nuk e ngriti zërin të thotë diçka. Janë çështja e mospërdorimit të gjuhës që mund t'i duket dikujt demode, por për mua është e dhimbshme kur ministrat shqiptar t'i bien ligjet në parlament pikrish vetëm në gjuhën maqedone. Madje janë të parë që ngurojnë t'i bien pas formimit të qeverisë kur ndodhi. Të gjitha këto nuk janë çështje personale të cilat unë kam të drejtë t'i fali. Nuk është çështje ai fali unë. Çka bëjmë ne me gjitha këto? Ja, unë kam përgatitur një amandament, besoj nesër, pas nesër do jetë në debat parlamentar, me cilin kërkoj që të revidohet, të rishqirtohet 11.4 milion, sepse janë 260.000 realisht njerëzit të cilët u përjashtuan për kokë banor, u bë ndarja e kredisë hungareze. Të gjitha këto të cilat kanë ndodhur në dëm të vendbanimeve shqiptare, në dëm të shkollave ku mësojnë fëmijët tanë, të rrugëve dhe çdo gjëje tjetër, që përsëri do duhet ta kthejmë, këto a kam të drejtën t'i fal. Nuk është çështje dëshire, politika nuk është personale, prandaj edhe thash edhe më herët që nuk dua të përmendim as emra, sepse kur nuk e kam pasur politikën të drejtuar ndaj dikujt individualisht, po ndaj proceseve që ndodhin. Dhe sa herë që individ guxojnë që të shkelin mbi atë gjë të cilën unë besoj dhe që është arsye pse jam në politik, padyshim që ata bëhen kundërshtarët e mi politik, sikurse edhe të Aleancës për shqiptarët. E në fakt unë do e lë këtë gjë ta fal ose mos e fal populli. Nuk mund të marr peshën e vendimit të diçkaje që nuk kam të drejtë. Flasim në terma politik, sepse siç tham disa herë, jeni edhe sekretare e përgjithshme e partisë dhe
flasim për te personales, pra në kuptimin e asaj nëse mund të vi një moment që edhe këto individ të rikthehen përsëri për hir të një kauze më të madhe. Kjo ishte ideja. Por ju e dhatë sqarimin tuaj, por përsëri sado që të duket pyetje e bërë disa herë, për shkak të kontekstit dhe mënyrës se si po zhvillohet politika, pyetja prandaj bëhet natyrshëm, se e thash ndoshta edhe në fillim, me ndarja kur ndodhi me zotin Taravari, apo ishte një ndarje e papritur, por e ndau partinë, apo jo. Dhe pas një kohe, pas disa muajsh, përsëri zoti Taravari u kthye, si më thënë, në qëndrime që ju kishit. Dhe kjo në vetvete lind, ose kjo në vetvete e çon ujtin te ajo pyetja se a ka shans të një bashkimi përsëri. Shifni. Për hir të qëndrimeve politike që janë dhënë, e kupton? Politika nuk bëhet për të patur raporte personale me njerëz. Madje edhe koalicionimin kur e kemi bërë në frontin evropian me BDI-n që sigurisht pat kritika, unë kam thënë që në politik njerëzit i bashkon qëllimi, i bashkon vija politike dhe ka momente kur ti nuk e mat qëndrimin politik me atë sa herë mund të jesh ulur të pish kafe me dikant, sepse nuk flasim ne këtu për bashkim fizik të njerëzve. Ne flasim për bashkim të ides politike. Në momentin që ka ndodhur qarja, nuk ka qenë një zënk fizike mes njerëzish, si pastaj do bashkohen përsëri, ka qenë ndarje në koncept politik, në drejtim politik që më pas i pati gjithë të pasoja që i pati. Kështu që në qoftë se ju doni të thoni a mund të jetë kjo e mundshme, unë do kisha thënë që kjo nuk më varet prej nesh të cilët jemi aty ku kemi qenë, veprojmë njëjtë në të njëjtën linjë. Duhet t'jepen shenja, duhet s'paku një kërkim falje qytetarëve, jo neve, të dalin këta njerëz dhe të thuan na falni qytetarë të dashur se kishim pasur gabim, menduam se ashtu ishte por ja që doli. Nuk mundet bash ashtu thjesht, po them nuk mund të bëj falje, t'jap falje për gjërat cilat nuk më takojnë vetëm mua personalisht. Unë mundem të fal dhe 30 mendohem, a thu unë si një nanë 3 fëmijëve mundem ta fal një veprim të tillë që neve do na duhen 10 vite për t'i rikthyer këto gjërat të cilat kanë ndodhur pas asaj që i ndodhi Aleancës për Shqiptarët dhe pas krijimit në fakt të Vlenit, andaj ku e dim se kush ishte kreator i tyre. Po sidoqoftë, njerëzit edhe gabojnë. E kemi parasysh që njerëzit edhe gabojnë, po duhet të reflektojnë dhe reflektimi duhet të jetë i sinqert. Unë nga ajo që kam ndjekur, që kam parë, nuk kam vërejtur reflektim të sinqert përkundrazi. Jemi në minutat e fundit e emisionit, dua t'ju bëj edhe 2 pyetje, një ka të bëjë me Vlenin. Në çfarë konteksti? Disa herë ju referuat se në fakt në zgjedhje lokale VMR-ja kishte 2 lista, ashtu thatë, të vetën dhe Vlenin. A mendoni që tani duke qenë se do veproni më vete, në fakt do jeni më kritik, apo si e shikoni rolin e Vlenit nga ky këndvështrim ku do veproni si grup parlamentar i veçantë? Ka vetëm një fjalë që e përshkruan si do veprojmë, të drejtë, ashtu siç kemi vepruar gjithmonë. As më shumë dhe as më pak kritik se sa që e meriton kushdo që është në skenën politike dhe që bën veprime të caktuara përmes sjelljes së ligjeve që vijnë nga qeveria dhe që konsiderojmë shumë raste si janë të dëmshme. Duat ju kthejtë momenti kur pat propozim nga ana e Ministrisë së Arsimit që të përhimnin në për shkolla fillore dhe të mesme. Ju dini që në qoftë se aty nuk ka opozitë që do reagojë dhe kalon edhe veç kur dhe marrish vesh se çfarë ka ndodhur. Për të gjitha këto unë ftoj të gjithë deputetët, pavarësisht jemi ne, është grupi i BDI-s ose kushdo që është, të jemi shumë siçel në periudhën në vazhdim. Ne kemi pasur rastin të shohim se si për herë të parë në historinë parlamentare të Maqedonisë së Veriut të shkarkuar kryetar komisioni që jam unë. Dhe në fakt këta Vlenit vetëm luajtën rolin e vëzhguesit në krejt këtë situatë. Do të thënë ti mund të ndodh në kuvendin e Maqedonisë së Veriut të ekzekutohet deputeti i zgjedhur i popullit dhe të gjithë shohin se si ndodh kjo. Prandaj
unë duke patur parasysh gjitha zhvillimet që ndodhin, mendoj se do duhet shumë seriozitet. Alianca për shqiptarët e ka pasur dhe do ta kemi këtë pyetje zonja Ilire, sepse tani që jeni më vete, praktikisht do të bashkoheni në kritikën që ndoshta do t'ja bëni BDI-s. Ashtu siç e keni bërë ju më herët. Për cilën BDI ke fjalën? BDI-s të më parshme, apo? Në çfarë kuptimi? Pushtetit ose të opozitës? Pikërisht. Lutem nuk mu përgjigje, cilës pikërisht këtu dua të dal. A është kjo një moment që mund t'ju bashkoj juve me Vlenin? Sepse është e qartë që ndarja juaj, siç e thatë në fillim të emisionit, ndodhi sepse disi ndoshta s'është moment që mos lodhesh. Po është një moment që ndoshta ashtu siç e argumentuat juve, unë po interpretoj tani, është se ndoshta rat pre imazhit të BDI-s, domethënë të kaluarës së BDI-s, për të cilët ju keni qenë kritik. Me të drejtë. Por me të drejtë jo atë e caktojnë qytetarët, po keni qenë kritik dhe duke qenë kritik ju u bashkuat, tani po ndajeni përsëri. Prandaj po them, kur do të vijë punat e kritika, e asaj se çfarë ka bërë qeveria e kaluar e dikushme ose partitë qeveritare, ju do bashkoheni me Vlenin. A mund të jetë kjo një pikë që mund t'ju afroj me përfaqësuesit shqiptar në qeveri? Jo, janë çështje vetëm të cilat në rregull janë për debat, mund t'i debatojmë, po faleminderit që më tha këtë pjesën e kritikuat, pastaj jeni bashkë edhe e kështu u bëhet bashkë në front. Unë shumë mirë sqarova arsyeën madhore sepse kemi qenë në front. Dhe është shumë normale dhe natyrshme të kritikohen proceset politike negative, kushdo që i bën. Mund të jetë edhe bashkëpunëtori jotim brenda partisë dhe duhet ndalesh dhe të bisedosh ti thuash që kjo kështu nuk bën dhe nuk shkon. Duhet patjetër që të rregullohet. Kështu që gjitha kritikat që vinë në kuadër që janë të drejta, po them, ashtu siç kanë qenë të kaluarën, janë vetëm diçka e shëndosh që i duhet demokracisë parlamentare, ndërkaq kjo nuk do të thotë se ne do bëhemi të paarsyeshëm dhe do kemi qasje ndryshe. Prandaj kur më pyetet thash ne do vazhdojmë të jemi të drejtë. Ndërkaq për atë se ishim një kohë u bëm pastaj e kështu me radhë, më thoni një veprim me të cilin 2 vite që kemi qenë në koalicion në frontin evropian, pra me Bashkimin Demokratik, me Integrim, në cilin moment keni vërejtur luhatje të qëndrimeve të mia personalisht dhe të ndonjërit nga kolegët e mi deputet. Unë thash, këtë do ta gjykojnë qytetarët, votuesit. Edhe ju jeni qytetarë. Me gjithatë, po mirë, tani jam në pozicionin që bëj pyetje. Në fund dua që ta përfundojmë pikërisht në këtë linjë. A mendoni që ishit pengi imazhit të BDI-s në këto zgjedhje lokale dhe kjo disi tani ju shtyu që ju po thoni që do veproni si opozit, megjithatë me identitetin tuaj, me karakteristikat tuaja. A është kjo ajo që do të karakterizojë në vijim Aleancën për Shqiptarët? Askënd nuk i mveshim asnjë gjë nga ajo që ka ndodhur për faktin se ne jemi të rritur dhe në mënyrë të vetëdijshme është zhvilluar kjo që është zhvilluar, me përjashtim të faktit që ne nuk e patëm mundësinë që të garojmë vetëm zgjedhje ku kemi qenë të detyruar. Është pjesa që ka qenë detyrim, nëse mund ta quaj, ndërkaq pjesa tjetër më pas ka qenë analizuar dhe kemi parë se në këtë formë do mund t'i shërbejmë asaj që e sqaruam deri tani. Ndërkaq për pjesën tjetër, unë mund të them lirisht që në kuadër të frontit evropian kemi bërë përpjekje maksimale që madje edhe kemi qenë konstruktiv edhe me vetë deputetët e tjerë që edhe ata të gjithë bashkë të bëjmë të mundur të arrijmë ndonjë rezultat pozitiv. Kjo nuk do të thotë se ne jemi duke u ndarë për të kritikuar opozitën, sepse pavarësisht se ato janë ish pushteti, ata për momentin janë opozit. Dhe nuk është as pak kjo qasja dhe arsyeja që ne tani po shkputemi si grup parlamentar, thjesht duam t'i kthehemi identitetit ton dhe këtë nuk jemi duke e bërë besoni për vetveten sa jemi duke e bërë mundësinë për t'ju dhënë qytetarëve për ta patur atë grup politikanësh që i kishin një herë në fuqi dhe unë besoj që me punën tonë në parlament që do e bëjmë, ata dëshojnë sërish se do t'ju hapet, do t'ju rihapet, edhe pse nuk është mbyllur asnjëherë ajo derë, plotësisht do t'ju rihapet ajo derë e madhe ku ata kishin mundësi të vinë dhe të trokasin për hallet e veta. Ndërkaq që kritikat për gjëra të cilat janë negative, sikurse i mirëpres nëse janë të drejta,
të vërteta, sepse në skenën politike për fat keq unë dëgjoj edhe në për intervista ndodhin plasohen gënjeshtra. Edhe e bisedum pak më herët keni dëgjuar kur është bërë debati i fundit, sepse nuk pranojnë njerëzit më nuk dalin edhe në për debate bashkë sepse kanë frikë nga gënjeshtrat e njëri tjetrit kur do t'ju ballafaqohen. Nuk mund të ketë demokraci në nivelin e shëndosh ashtu siç duhet të jetë në qoftë se nuk përballen idetë politike. Kështu që shkputjen tonë nga Aleanca Kombëtare për Integrim mos e shifni as pak si të tillë, po përkundrazi është një moment pozitiv që unë besoj në kohën e vazhdim do arrijmë që ta vërtetojmë praktikisht. Pra, për ta përmbyllur, ju do vazhdoni të jeni opozitë, por i riktheni identitetit tuaj, mendoni që në këtë lloj mënyre do i shërbeni më shumë qytetarët dhe sigurisht që kritika më e madhe për ju, e juaja do jetë për pushtetin dhe jo për opozitën pavarësisht. Pastaj ka edhe një gjë, kur nuk kemi thënë se ky koalicion do bëhet për shembull ose një parti politike siç ka bërë bloku tjetër që i ka premtuar elektoratit. Ne kemi qenë shumë të qartë dhe brenda koalicionimit që kemi pasur në të shumta raste edhe janë vërejtur dallimet të cilat i kemi pasur në qëndrime dhe unë as këtë nuk e kam parë asgjë si negative, përkundrazi shumë të shëndosh për demokracinë parlamentare, kështu që në këtë formë, në këtë frymë do vazhdojmë edhe më tutje. Çështjen e imazhit mos harroj është gjë të cilën duhet ta kesh parasysh në kohën kur je në bashkëpunim me një parti që 22 vite ka qenë në qeveri. Unë besoj që edhe ata janë të vetëdijshëm për atë. Jemi munduar që të japim imazhin pozitiv frontit evropian, besoj edhe kemi arritur ta bëjmë me punën që kemi bërë. Unë besoj që edhe ata do vazhdojnë me punën e vet, edhe ne me punën tonë për të vazhduar më tutje. Thjesht moment politik që duhet patjetër të ndodhë. Këtë në fund, në këto zgjedhje lokale, Aleanca për Shqiptarët pati, si më thënë, ose nxori disa individ të cilët pavarësisht që fituan ose jo, la një përshtypje të mirë në politik. Çfarë do ndodh me fatin e tyre? Flas për Strugën, për Sarajin, për disa komuna të tjera ku pa diskutim u konsiderua një prurje e re në politik me këto individ. A do t'jenë fytyra e re e politikës në fakt, ose a është kjo e ardhmja e politikës? Patjetër që politika kërkon gjithmonë njerëz të cilët do krijojnë besimin tek qytetarët, në të kundërtën nuk ka kuptim pse funksionon një politikan, pse gjendet në skenën politike nëse nuk e ka këtë besim tek qytetarët. Padyshim që do ketë rifreskim me kuadro të cilat janë të tilla që u dëshmuan. Padyshim që kandidati i Strugës ka qenë një kandidat i jashtëzakonshëm. Madje unë kam përmendur një paraqitje publike atje që pata u përpoqa të marr mendim për kandidatin që e kishim atje. Besoni një gjysmë fjalë askush nuk e thoshte të keqe për atë si njeri që ka qenë edhe në shërbim të qytetarëve. Njerëz të tillë padyshim që i duhen politikës, ka vend në politikë. Aleanca për Shqiptarët është vendi i tillë. I ftoj madje në këtë moment të gjithë të rit, të reja, vajza e djem, gra dhe burra, të cilët thash e kanë të qartë që kombi nuk duhet me urdhra, por me zemër. Ata padyshim që vendin e kanë këtu. Ilire Dauti, të falenderit shumë për këtë bisedë. Faleminderit edhe juve. Të dashur ndjekës, ndoqëm podcastin e radhës, Rishtazi, sigurisht mund të na ndiqni në kanalin e YouTube-it dhe në të gjitha rrjetet sociale të Gazetës Koha. Deri në takimin e radhës, mirupafshim.